Por padyshim mirënjohjen më të përzemërt e meritojnë prindërit tanë, pa të cilët nuk do kishim arritur këtu ku jemi sot. Ju jeni të vetmit që na keni qëndruar pranë në çdo moment dhe sakrificat tuaja nuk numërohen dot. Ja lë skenën nxënëses Zbora Quliqi me dedikimin e saj për ju, prindër. Kur përmendim fjalën hero, emra të tillë si Gandhi, Martin Luther King, apo Nën Teresa vinë në mendjen tonë. Këto njerëz njihen si të shenjtë dhe si heroj nga i gjithë njerëzimi, për veprat dhe kontributin që ato i dhanë shoqërisë tonë. Por herojtë e vërtetë gjenden shumë afër nesh. Ato jeni ju, prindërit tanë. Për botën ju mund të jeni thjesht njerëz, por për ne ju jeni e gjithë bota. Jeni dita e nata, dielli e shiu, gëzimi e trishtimi, jeni streha që na mbron dhe krahët që na bëjnë të fluturojmë. Vërtet se shumë herë prindërit janë të ashpër dhe duket sikur nuk na plotësojnë dëshirat tona. Por thellë brenda tyre, ato e dinë se çfarë është më e mira për ne. Dhe vetëm tani e kuptojmë. E kuptojmë se çdo zëng që kemi kaluar, çdo çorçim që kemi marrë, çdo këshill që e kemi dëgjuar me mospërfillje, ja ka vlejtur dhe ka qenë vetëm për ne. Çdo sakrificë që ato bën, që një rrugë e re që ato hapin në të ardhmen tonë. Prandaj, edhe këtë natë ju e dedikojmë juve prindër, dhe duam që ju të dini se fuqinë e morën prej jush, fuqinë për të ngritur sa herë që rrëzoheshim, fuqinë për të mos u dorëzuar kurrë. Dhe në këtë jetë ja kemi arritur çdo gjë me ju në krah. Prandaj dua që ju të dini se ne ndihemi krenar për ju dhe duam që t'ja shpërblejmë sadopak mundin e gjithë këtyre viteve të lodhshme.